fizika, shkencë fetare, është në Kur'anin e Kerim e cekur, Allahu ka thënë, çdo sen, çdo atom të mirë që e bani keni me pa, dhe çdo atom të keq që e bani keni me pa, flitet për pjesën e vogël të molekulës. Pra të dashurët e mi, në Kur'anin e Kerim është se pjesa më e imtë e atomit, atomin e kemi të ndarë në elektron, neutroni dhe protoni. Pastaj ka thënë Zoti në Kur'anin e Kerim, edhe më të vogla se këto pjesë të punëve tua të llogaritën, edhe më të vogla se 3 pjesët kryesore të atomit. Pra fizika është në Kur'an, kimia është në Kur'an, lënda e kimisë është lëndë fetare të dashurët e mi. Ne duhet të besojmë të gjithë se uji djegët, por ja në sokak ai nuk djegët. Në sipas Kur'anit e Kerimit uji djegët. Ai në sokak nuk djegët, por në Kur'anin e Kerim djegët. Uji çka është? Uji është H2O. Është vërtet uji është H2O. Çka janë këto dilon? Këto dilon njënja djegët, pra njënja i ndihmon me u djegë. Uji djegët në kushtet e shtypjes së veçantë, në rrethanat e shtypjes së veçantë në ditën e gjykimit, në ditën e përplasjeve të planetave njëra me tjetrën, uji në përqendrohet në zjarr. Allahu ka thënë në Kur'anin e Kerim. Këta kimia s'gëzon me mohu. Allahu ka thënë në Kur'anin e Kerim, idhal biharu fujirat, detnat aty që do të ndezën. Çka është ekonomia tjetër përveç se një ajet në Kur'anin e Kerim baza e ekonomisë? Ka thënë, hani edhe pini, mos harxhoni tepër. Çka është ekonomia përveç se ha dhe pi, mos harxho tepër? Prej ku fillon ajo pastaj? Prej ku fillon? Fillon prej këtu. Ha dhe pi, mos harxho tepër. As si zotshpia, as si student, mos harxho tepër. Pra të kursesh, ekonomisht ka do me thënë kursim, duhesh të kursesh.